Volin, pa e çka duhet, për dhe në paraprakisht është që ne duhet marrë vendimet guximshme lartë. Duhet të ikim përfundimisht të lojnave politike që i bën KQZ-ja. Vendimi guximshëm ka qenë edhe me ja bu kuorumin në Vjosa Osmanit, me ato që duhet me dhonë kredit juve, po më duket pagim Veliut edhe Abdullahotit më zgabosha. Ju tres keni qëndru, po ka qenë vendimi LDK-s me qëndru në salë, ose me marrë pjesë në votim qysh dush formuloje, nuk e di ajo është shpaguaj, po e di që Vjosa Osmani është president edhe për ato është ka vjenë si temë dhe për që ato është interesant me diskutu me LDK-n. Tjetër çka është interesant me diskutu, kur po flasim për listë. Shme thonë, shifti i madh, ndryshimi i madh është mos përfshirja e kryetarëve aktual të komunave. Në shkurt ajo ka qenë standard përveç kryetarëve degve, kanë qenë kryetarët e komunave, ka qenë një farë ideje kush çka mbledh vot, homogenizën e tjerë, do për e tyne i kanë mojtë. Komunat, diçka për e tyne edhe kanë hup, 1, 2, 3 poshtë janë edhe kandidat që kanë hupën komuna, edhe tash janë këtu prap, kuptuat është që grupi i Prishtinës, krejt kabineti i përparim Ramës është prapë në listë, po që ndryshime që më ka i vrej unë, pse është kjo listë ma e mirë se sa që ajo është shkurtit? Unë nuk them që është ma e mirë se sa ajo është shkurtit, por është e freskuar me disa kandidat tjerë, disa nuk janë, disa që është dasht jenë fatkeqësisht, unë menoj që nuk ka qenë vendimi drejt i partisë që të mos i përfshi. Kur them kështu, them për figurat të rëndësishme që kanë lënë gjurmë të rëndësishme në kompletetjen 35 vjeçare të LDK-s. Njëri nga ta është zoti Agim Veliu. Menoj që është bërë gabim i madh nga vendimarrja kushdo që ka bërë atë vendim, por megjithatë menoj që lista është shumë konkurruese. Menoj që këto është lista shumë konkurruese. Ka njerëz të mirë, profesionistë të zot, të prirë edhe nga kryetari i partisë. Domthonë menoj që LDK-ja ka ofertu mirë, me listë shumë përmbajtësore, po ashtu jam i bindur që programi nuk do të na mungoj për nga cilësia, sikur që ka qenë edhe në shkurt, po për fatin e keq duhet të them këtë, që akoma në Kosovë nuk votohet për program dhe për cilësi, shpesh edhe të emrave të njerëzve, më shumë një frymë tjetër e populizmit, po uroj dhe besoj që kjo do të reflektoj. Unë e shoh një listë jashtëzakonshme që ju kemi ofru njerëzve dhe them, ndoshta edhe sjellja e përgjithshme e LDK-s në komplet këtë nënmujor, duke qëndru stoik në qëndrimet e veta dhe duke kërku po ashtu që tjetë edhe të ketë një rol konsensual në ndërtimit të një konsensusit të përbashkët për ndërtu një qeveri gjithë përfshirëse, por që refuzuar nga tjertë, menoj që do të shpërblehemi. Unë jam i bindur që LDK-ja do del një rezultat më të mirë se sa shkurtin, nuk mund të theme shifra e sa, për ato që ka e vrej një disponim më pozitiv, po ashtu e vrej një disponim të drejtën e tek parti tjera opozitare, dhe prandaj kështu po e shoh që gjërat mund të ndryshojnë dhe qeveria ardhshme mund të jetë shpresdhënëse për Kosovën. Votohen 10, ka qenë burimi madh i hallakomës edhe i ndryshimit matematikave mrena partijake, po edhe përgjithsisht të jo vetë, po edhe ndër partijake edhe mrena partijake, dhe të shja s'ka pas kuvend, s'ka pas ko as mundru, as më rishqyrtu, s'ka pas ko nashta mu ullë pragu, e këta po e pysë për shkak se ka pas do negociata me nismën LDK-ja edhe nuk kanë rezultu me sukses, jo shpërfshi AKR-ja, më zgabofsha dhe partia drejtësisë dhe diçka tjetër në koalicion, a menën që është sistem që garanton përfaqësim të duhur? Po, unë menoj që po, kemi do me dhënë si partner natyral AKR-n, tani e kjo është bërë partia drejtësisë, Dr. Ferit Agoni, një personalitet i rëndësishëm, jemi befasu pak nga mos përfshimja e